shtatorë. Jeni në rregull me datën? Jeni në rregull? Kurcush, avokat jam. Mirëshëndetshëm. Për herë të dytë, seanca gjyqësore ndaj të pandehurit HK për veprën penale vjedhja e shërbimeve është shtyrë për shkak të mungesës së prokurorit të shtetit. Aktakuza për vjedhje të rrymes me të cilën ngarkohet HK ishte ngritur në vitin 2023. Në seancën e mbajtur në gjykatën themelore në Prishtinë me 22 qershor, gjyqtari Bujar Ahmeti konstatoi se ndonse ftesa ishte pranuar me 25 shkurt, askush nga radhët e prokurisë themelore nuk ishte paraqitur në seancë dhe mungesa nuk ishte arsyetuar. Përkundër saj, në seancë nuk prezanton dhe mungesën nuk e ka arsyetuar. Siç e dini një gjyqtari Bujar Ahmeti dhe zotëria ligjore Difi Latifja. Keni vërejtën për zyrën e gjykatës? Atëherë në mungesë prokurorit shtetit konstatojmë se nuk jam të cëkuar për mbajtjen e seancës dhe se tillë ne duhet ta shtyjmë. Në seancë ishte i pranishëm i pandehuri HK si dhe përfaqësuesi i autorizuar i palës të dëmtuar Kec, Çlirim Rexha. Gjyqtari Ahmeti njoftoi se për mungesën e prokurorit do të ndërmerren veprimet e nevojshme ligjore dhe se për rastin do të njoftohet kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë. Për mungesën e prokurorit shtetit do të ndërmerren gjitha veprimet e nevojshme ligjore dhe si për të njëjtën do të njoftohet kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë. Gjatë komunikimit me të pandehurin, gjyqtari Ahmeti rikujtoi se edhe seanca e kaluar ishte shtyrë për shkak të mungesës së prokurorit të shtetit dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar. Ke qenë edhe seancën e kaluar. Edhe u shtyr edhe seanca e kaluar. Në mungesën e prokurorit shtetit dhe përfaqësuesit të palës dëmtuar. Edhe pavarësisht se që ne kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme ligjore, prapë edhe sot nuk janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e seancës. Nuk po shtyjmë me datën 7 shtator. Jeni në rregull me datën? Jeni në rregull? Kurcush, avokat jam. Mirëshëndetshëm. Seanca e radhës në këtë rast është caktuar të mbahet me 7 shtator 2026 në orën 11.